Është funksional që në ditët e para të këtij muaji, por anomalitë që ka sjellë në qarkullimin e automjeteve përgjatë rrugës Mars 91 nuk janë të vogla. Trafiku i rënduar është një prej tyre. Po flasim për parkimin e ri publik me 7 nivele dhe 396 vende parkimi, të ndërtuar pranë stacionit të trenit në Durrës. Për urbanistin Artan Kacani, vepra infrastrukturore e financuar dhe realizuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit është një projekt shumë amatorial. Që në momentet e para kemi pasur incidente dhe fatkeqësi të ndryshme në hyrjet e ndalit e këtij parkimi. Gjithmonë edhe më shumë që do të fillojë të përdoret parkimi, gjithmonë edhe më shumë do të fillojë të bëhet edhe më kaotike, por edhe më problematike për vetë qytetin dhe komsorët që kalojnë këtu. Unë dhe quaja një projekt shumë amatorial në aspektin e dizajnit urban, por njëkohësisht jashtë çfarëdo lloji standardi për kudo që bën edhe kursin e patentës. Me hyrjen dhe daljen e automjeteve nga parkimi në kënd pingull me rrugën e re të portit, qarkullimi i makinave vështirësohet së tepërmi, ndërsa radhët në trafik zgjaten dhe durimi i qytetarëve humbet. Për urbanistin Kacani, zgjidhja duhet të kishte qenë një tjetër. Zgjidhja duhet kishte ardhur në mënyrë paralele së bashku me rrugën e portit, pra duke hequr paralelisht duke u futur brenda, jo në mënyrë pingulle, dhe njëkohësisht edhe dalja duhet kishte qenë paralele me hyrjen kryesore, në mënyrë që jo vetëm të mundsonte një trafik shumë të letuar të makinave, por njëkohësisht të mundsonte për çdo që është turist apo viziton qytetin e Durrësit të aksesojë stacionin e ardhshëm të trenit, por njëkohësisht edhe stacionin intermodal dhe terminalin e portit. Pra parkimi këtu jo vetëm që ka bërë një lidhje të gabuar me rrugën, por mbi të gjitha nuk është as planifikuar dhe koordinuar së bashku me infrastrukturat më kryesore të transportit. Në ditët e para të funksionimit të tij, pranë parkimit publik u regjistrua një aksident fatal, por ky nuk parashikohej të jetë i vetmi incident rrugor, sidomos për komsorët, por dhe automjetet. Mund të ndodhi edhe që makinat mund të humbasin kontrollin nëpërmjet këtyre bordurave dhe mund të krijojë edhe probleme të tjera fatale për vetë makinat në kthimin e tyre, rrumbullëkimin apo edhe në shtypjen e vetë komsorëve. Kujtojmë që kjo është një rrugë për komsorët shumë e ngushtë. Dhe fakti që vjen në një dalje parkimi e bën gjithmonë më të vështirë edhe për komsorët. Komsorët vazhdimisht dhe gjithmonë do të kërkojnë si një alternativë të trotuarit të çmuar, do të kërkojnë karrexhatën e vogël të makinave, por njëkohësisht edhe me bordurat e reja kjo do të bëhet shumë më komplekse dhe mund të çojë në probleme fatale për qytetarët. Durrës Lajm mëson se parkimi publik do të jetë pa pagesë deri në fund të muajit janar, ndërsa më pas do të nisin të aplikohen tarifa për orët e qëndrimit. Parkimi do të menaxhohet nga FSHZ, që pritet të vendosë edhe tarifat respektive. Megjithse jashtëkamerës qytetarë të ndryshëm na thanë se kanë paguar për parkimin e mjetit brenda tij. Nga monitorimi që ne bëm ditën e sotme në parkim dhe interesimi pranë sportelistit tek trau i biletarisë, na u komunikua se parkimi makinave është pa pagesë deri më 31 janar.